ardhur në kanalin tim në një vlog të ri. Shkurtimisht pa u zgjatur, dua t'i falenderoj të gjithave, faleminderit për çdo subscribe të ri dhe për çdo koment që më keni shkruar nga vlogu i kaluar, se çfarë ju pëlqen tek mua. Jam tepër mirënjohëse dhe nuk di vërtet se si t'ju falenderoj, edhe thjesht kur lexoja ato komentet, isha kështu fiks si ky emoj këtu, me ato syt kështu me lot nga emocionet e kështu. Jam shumë e lumtur, realisht ndjem shumë mirë që marr një feedback kaq pozitiv edhe nga ana juaj. Kemi nisur zyrtarisht një ditë e re, unë kam bërë skincare-in tim edhe asnjë gjë tjetër interesante. Programi sot kishte gjëra të bukura, po koha sot nuk na premton edhe është kështu e brenjtur, frym pak erë. Edhe thash më mirë po qëndroj në shtëpi dhe po vazhdoj të ndroj dollapin sepse nuk kam veshje fare tani për këtë periudhën që është pak goxha vap. Edhe mendoja se do ishte freskët sot, po jo, është goxha vap kështu si zagushi. Kam bërë edhe kafen tim me turke aty, kam marrë edhe 3 biskota, edhe më shijoj kafen turke, më shumë se sa cappuccino, gjëra të tilla. Ndoshta edhe që jam mësuar që e vogël, që sa herë shkonim tek nëna bënte kafe për veten e saj dhe për gjyshin, edhe më bënte edhe mua gjithmonë sherbet. Edhe unë i quaja si kafe, hitte nëna një pik kafe aty, thjesht sa merrte ngjyrën për të më gënjur, edhe e shijoja. Dua t'i tregoj edhe dhuratën që i kam bërë Anjes për ditëlindjen e saj, se ky vlog do postoj ditën e ditëlindjes së saj, kështu që do ja kem dhënë. I kam blerë një palë atlete tek JD-ja. Mendoj që është një dhuratë e volitshme edhe që çdo kush do e pëlqente, sepse atletet duhen gjithmonë. Aq më shumë të kesh, aq më shumë i ndron edhe me veshjet, edhe me çdo gjë, por që në rastin konkret mendoj që edhe Anjes i duheshin atlete. Do t'tregoj pak mënyrën se sa bukur që e kam paketuar. E kam paketuar në këtë mënyrën këtu. Anja pëlqen më shumë gjërat bazike. Nuk pëlqen gjërat cute, pink, gjëra kështu. Dhe kam menduar që të qëndroj te këto ngjyrat, e kafja, e zeza, e bardha. Dhe i kam vendosur këtë fjongon këtu, një kartolin që e kam shkruar me dorën time, edhe është që lexon Happy Birthday. Dhe ka një shishe pije alkooli edhe gotat. Se unë dhe Anja këtu në Gjermani kemi filluar që të pim ndonjë god, alkool e kështu me njëra tjetrin që e shijojmë vërtet jashtë. Se kur kemi qenë në Shqipëri nuk është se dilnim për të pirë një god alkool. Dhe kjo një gjë tjetër që më pëlqeu shumë tek vendi ku bleva kartolinën dhe këtë si fjongo, i kam marrë edhe këtë varse për Çelsat që lexon Taurus, që është shenja e horoskopit e Demit. Unë dhe Anja jemi të dyja Dem. Prandaj shkojmë edhe shumë, na përputhen mendimet dhe idetë. Dhe kjo ishte dhurata që e kam paketuar. Dhe tani nuk jam e sigurt nëse duhet ta lë te qesja origjinale e atleteve apo të gjej në një qese tjetër. Gëzuar një fundjavë sa më e mbar, dhe ju që jeni në Shqipëri bëni plazh sa më shumë edhe na kënaqni me story tuaj, bëni plazh edhe për ne, edhe nxjihuni edhe për ne, se ne jemi bërë bord të bardh, nuk kam turp të nxjerr këmbët jashtë tani. Jam shumë keq, jam shumë e bardh. Gjendja aktuale në dhomën time është kjo këtu. E gjithë kjo kanistra këtu është për të futur në valixhe në për depo, sepse janë të gjitha xhupa të lara me aromë, të lara të pastruara. Super. Këtu pastaj janë disa rroba që duhet t'i vendos në vende. Këtu është një rrëmuj, po një rrëmuj e lezetshme dhe nuk kuptohet shumë se çfarë rrëmuje është, derisa unë ulem aty dhe përpiqem të kërkoj një produkt që dua ta përdor dhe nuk e gjej. Koshi i kashtës aty është i mbushur me rroba. Dhe këto dy koshat sipër dollapit janë të mbushura me rroba, kryesisht me rroba vere. Komodinën e kam mbush me rroba që përdor më shumë në përditshmëri, siç janë çorapet, të brendshmet, kanatieret, bluzat e shkurtra, dhe duhet sistemuar dhe ajo e gjitha, edhe pijamet aty i kam, duhet sistemuar sepse është vërtet rrëmuj. Domethënë janë të palosura keqe dhe nuk e kuptoj ku kam kë dhe ku kam atë. Filloi shiu. S'ka problem, se na duhet edhe shiu për të ujitur sallatat tona. Shkoni pak se sa e rritur, sa atje nuk ma lejon karrige që ta shikoni mirë. Kështu e kemi dhe kohën shumë keq, po që më kish marrë malli këto ditë. Po ankojmë që tani më duket për vapën, po jo nuk do ankojmë, se unë jam një njeri vere. Pastaj, mos t'ju fus në dollap. Dollapi është vërtet një katastrofë.
Besoni, unë nuk jam kjo, që i kam të gjitha gjërat rëmuj. Unë jam shumë e kujdesshme dhe mua më pëlqen shumë sistemimi. Dhe mund të them që rregulloj dollapin çdo javë. Por, nga që kam shumë gjëra të trasha leshi edhe nuk i vesh dot më, dhe më duhet që ta bëj shumë rëmuj derisa të gjej atë që dua. Prandaj sot do bëjmë ndrimin e dollapit. Ju them edhe që këtu në Gjermani nuk kam thuajse fare rroba vere, më të shumtat i kam në Shqipëri. Nga që verën e kaloj në Shqipëri, kështu që nuk është se i marr, plus dhe vend këtu nuk kam, imagjinoni, kam vetëm këtë dollapin, komodinën dhe çka kam ca gjëra të vogla, pastaj të gjitha janë nëpër valixhe, nëpër gjëra dhe kjo është dhe një gjë shumë e mirë që do rregullojmë dollapin sepse ato që nuk i dua do t'i marr, do t'i nxjerr direkt në Vinted. Gjëja e parë që duhet të bëjmë është të vëmë tek depo, të marrim ato qeset që janë me vakum. O, sa shi mirë ka pas ka filluar, do bëjmë ujë deri atje. Erdhi dimri. Njerëz, t'ju tregoj diçka. Jam te depoja këtu, na ka çuar Armando një pasqyrë, edhe ju tani shikoni shumë pak sepse këtu s'ka fare dritë. E kam lënë pak derën hapur që të vi drita, por shikoni pak tani se çka ka bër Armando, edhe t'ju tregoj pak tani se pse e kanë çuar këtë pasqyrën. Tada! Tani këtë pasqyrën e kanë çuar se një ditë unë kam bërë sherr në shtëpi që këta shkojnë te tualeti atje edhe rregullojnë mjekrën me makina me gjëra edhe bëjnë shumë qime, ca i mbledhin, ca nuk i mbledhin, hajt mo çuna. Edhe unë thash unë nuk do mbledh pastroj qimet tuaja, kështu që më mirë çoni diçka aty te depoja, edhe kanë sjellë edhe gjërat e tyre të shkretët tu që pastrojnë, rregullojnë mjekrat e tyre, edhe e super. Por, kur u do shefi atyre, shikoni pak se sa mirë i rregullojnë dhe i sistemojnë gjërat. Armando, raftin e makinës e mban shumë pastër, shumë të rregull, ndërkohë vetëm në shtëpi bëjnë rrëmuj. Pas kemi dhe abazhur këtu, nuk kemi abazhur në shtëpi, kemi te depo. Mua këta çunat ma fiksojnë fare, për zotin, nuk u jap dot shpjegim. Ju lutem, moftoni në një datë. Ju hedh sa lek të doni, thjesht moftoni. Si një sorkade Ndala unë ty të kam thënë ti moj se ato gërsheta moj. Përpara se t'ju tregoj gjendjen time që jam super lodhur, t'ju tregoj njërë çfarë kam ka të ndisur. Atëherë, këtu kam 2 xhaketa dhe disa, këto janë 3 kostume që janë si tip lino për tani në pranverë, super të holla. Këtu kam vendosur të gjitha kapelet dhe këtu tani kam vendosur pantallonat e shkurtra, xhinse, këto që kam këtu në Gjermani. Këtu në mes kam vendosur disa bluza me mëngë të gjata që i kam të holla dhe mund t'i vesh, dhe këtu kam të gjitha xhinse, disa nga se disa janë për të larë. Te pjesa pas kam vendosur këmishat, këtu kam vendosur një xhaket që do e marr me vete në Shqipëri kur të kem ditëlindjen, dhe te këto të dyja janë rroba plazhi. Dhe te kjo kutia kam vendosur të gjithë kropet që kam këtu në Gjermani, por që janë pak ekstra edhe nuk është se vishen në përditshmëri, dhe duke qenë se janë të vogla edhe nuk palosen mirë, i kam vendosur aty që mos të bëjnë rrëmuj gjithë pjesën tjetër. Dhe ndërkohë te pjesa e poshtme kam vendosur tek cepi atje kam vendosur disa hoodie për t'i patur, këtu disa pantallona dhe streçe të holla. Në mes kam vendosur fundet dhe pas kam lënë thjesht kostumin e verdh sportiv. Atje kam lënë disa gjëra që hidhen krave të holla, jo shumë të trasha, dhe këtu fustanet. Imagjinoni, shikoni pak se sa veshje kam unë këtu në Gjermani për pranverë. Okej, kam dhe te komodina, por atë nuk do ta rregulloj sot se u lodha. Dhe te këto 2 kosha që do t'i vendos te pjesa sipër i dollapit, ase do t'i vendos në një qesë sipër që mos të bëhet me plur. Këtu kam të gjithë fustanet që janë
ekstra, vishen më shumë në për festa, festivale, në për sebepe. Dhe këtu kam vendosur disa kostume sportive që janë as shumë të trash, as shumë të holl, por që nuk është se vishen tani që po ngrohet koha, po sipas motit unë në Gjermani nuk e di asnjëherë, kështu që i vendosim aty edhe t'i kemi kollaj nëse do na duhen. Tani këto ishin ato që më super lodhën, janë të gjitha veshjet e dimrit të trasha, gjëra që nuk vishen më, nuk ka shanse të vishen më tani. I kam vendosur tek ato qeset me vakum, i kam mbledhur me fshesën e korrendit dhe i kam futur te këto dy çantat e mëdha. Kjo e zeza njerë është gjigande dhe kam mbajtur thjesht 80% të gjitha veshjeve të dimrit. Super, kjo do ta vendos direkt në depo. Kjo është okay, nuk është nevoja dhe të mbyllet, s'ka problem se me qese janë sipër, brenda në dollap do jenë dhe atje, kurse kjo më mbyll super fare, këto më bën ujë në djers. Punët mbaruan, unë u ndrova dhe do dal për një xhiro para se të nisem për në punë. Ndërkohë kjo është edhe veshja ime e punës. Do marr edhe këtë çantë sepse i kam të gjitha gjërat që më duhen këtu. Do marr edhe një triko se më duket pak freskët sot, sado që unë për momentin po kem shumë vap. Më në fund i mbarova të gjitha, ikën. Në supet e mia ishin, kështu që duheshin bërë, shqyr që ikën, më lodhën shumë në fakt ato qeset me vakum, se nuk po futeshin, po ngjishja, që të fusja sa më shumë edhe ajo çanta e zeza e madhe nuk u mbyll. Edhe tani do dal një xhiro tek shoqja ime, te punë shoqës time, meqense ajo është atje. Edhe unë e marr autobusin për në punë direkt që atje, kështu që do jetë perfekt. Në fakt, kam ca ditë, 4 ditë, që e bëj me biçiklet nga shtëpia te puna, i kam 15 minuta me biçiklet, 20 vete nëse e marr pak më shtruar. Por sot është koha kështu edhe që do iki tek shoqja, edhe nuk kam ku e çoj biçikletën atje. Edhe dalim! Tek shoqja që ju thash dhe t'ju tregoj se kam bërë një 2 blerje të vogla. Leva këtë tufën me lulet, se do thoni ju, i kam marrë këto lulet, edhe vinë super arome mirë. I kam marrë se kam parë atje tek puna, te banaku, te ka disa qa quhen ato që vendosen lulet, tasa, vazo. Ca vazo të vogla dhe duken që janë fix për lulet dhe fix për tani kohën që ngrohet koha dhe t'i çojmë dhe të tavolinat jashtë, që të ngjajë tavolina pak më e bukur, më e kompletuar. Edhe janë 10 trëndafila, edhe si një punëtore e mirë, mendova që të marr këto lulet dhe kushtuan 3,99 €. Shumë lirë, do me thënë kur e krahasoj me lulet në Shqipëri, shumë lirë. Dhe bëra 2 zgjedhje me sugjerimin e shoqes time. Këto të dyja. Kjo është për pasta, është salcë e kuqe, por është edhe me kërpudha. I ngro pak tek tigani, edhe makarona sipër, edhe perfekt. Kurse kjo tjetra është për burger. Dhe i kam marrë që të dyja këto për tek shtëpia ku do vete. Që t'ju rikujtoj, bëni subscribe sepse sa po të arrim 5K, do nisi me njëherë nga kontenti dhe nga planet e bukura, organizimet dhe çdo gjë tjetër që nuk po ju flas më shumë sepse nuk dua të zbuloj asnjë gjë. Kështu që nëse arrim 5K, do kisha shumë dëshirë të arrinim deri në 15 maj që unë kam ditëlindjen dhe kjo të ishte si një dhuratë nga ana juaj për mua, por dhe nëse nuk i arrim, avash do t'i arrim dhe atëherë do nisim. Më vjen keq, por nuk mund të nisim dot më herët, sado që dua, por le ta bëjmë pak më interesante këtë gjën, se sido që të jetë një ditë do ta zbulojmë, por le ta bëjmë kështu. Mëngjes të gjithëve nga një ditë tjetër. Kam nis ditën sot me dush sepse mbrëm gjithë natën kam mbajtur në flok vajin e rozmarinës, edhe goca mua prandaj më janë zgjatur flokët. Okej, përveç edhe kujdesit me maska, me produkte të mira, po edhe vaji rozmarinës ka bërë vërtet një funksion shumë të mirë tek flokët e mi që mi ka zgjatur, sepse gjithmonë mua flokët më zgjaten deri në një farë pike dhe më pas nuk më zgjaten më dhe thjesht
këputen, digjen dhe bën shumë keq. Sado që edhe këto ditë e kam përdorur nxehtësi, nuk është se nuk e kam përdorur. Do ta nisim ditën sot me një pako unboxing nga një faqe e huaj që më kontaktoi dhe dëshironte të më dërgonte një PR package. Janë disa produkte make-up, në fakt unë nuk i kam përdorur, por e sigur që kur të postohet kjo video duhet të ketë dalë edhe një video tjetër reel në Instagramin tim që të shkoni të më ndiqni. Është një pako kaq e vogël dhe ka brenda 4 produkte. Kjo është firma Sweet, nëse e shqiptoj siç duhet, edhe janë 4 produkte shumë të mira, edhe të bukura. Nga review-t që kam parë janë vërtet premtuese. I pari është një serum për qerpikët, fletushkën e vet dhe t'ua tregoj dhe aplikatorin. Është kështu. Unë qerpikët e mi nuk është se i kam shumë të gjatë, por të jem edhe sinqert, nuk është se më pëlqen t'i lyej dhe nëse e keni vënë re, sa herë që bëj make-up, asnjëherë nuk i lyej me rimel, por që do ta provoj me këtë serumi se si do funksionoj tek qerpikët e mi, nëse do ta sforcoj qerpikun, se unë qerpikët i kam shumë të imët edhe nuk është se më duken shumë. Produkti i radhës është një maskara, një rimel. Më pëlqen kjo ngjyra që kanë kështu, e veçantë. Është easy dhe ka aplikatorin kështu, vetëm nga një anë, jo nga të gjitha anët. I radhës është një lip liner, më pëlqejnë shumë këto lapsat që ka kjo faqja, sepse shikojeni pak se sa interesant që i ka. Ky është lapsi për buzët dhe vjen në këtë formë, nga njëra anë ka një furçë të tillë që ti mund të rregullosh vjezimet, çdo gjë që bën me këtë lapsin tek buzët e tua, dhe nga ana tjetër sigurisht që ka lapsin edhe e ka këtu kështu, edhe ngjyra është shumë perfekte. E fundit është një satin eyeliner, lapsi vjen me këtë formatin kështu, nga ana tjetër ka një si tip furçe të vogël që është shumë e butë për të rregulluar pjesën tek syri dhe nga ana tjetër ka lapsin. Ka këtë si ngjyrë kafe, tepër interesante. Ndërkohë unë jam pa mëngjes edhe po më hahet. T'ju them edhe që dhoma ime është akoma një katastrofë, aty pas shikoni ende valixhet që pas një shkëputje të shkurtër publicitare, po ju thoja që valixhet e mia janë ende aty pas që nga dje, nuk kanë lëvizur sepse janë shumë të rënda, edhe çunat mua nuk më kanë ndihmuar fare. Janë shumë të hallakatur. Tani në mëngjes po i shikoj, kam që dje në mëngjes edhe sot në mëngjes pa Sharmano që më erdhi në dhomë. Kujtoj që ndin bëj gati shkopin edhe erdhi ai. Edhe tani duhet i lutem që të më marr këto dhe të më çoj çik te depoja. Do ngrihem tani të bëj pak mëngjes një herë të ha, edhe t'ju tregoj pak një story time se si u zura para 2 ditësh, natën që isha tek Augsburg Plerer, se si u zura me një shitës atje që nuk donte të më jepte produktin që unë kisha paguar. Historia nisi eksaktësisht kështu. Për mbrëm në darkë vendosëm me shoqen time Sonilën që të shkonim tek Augsburg Plerer. Sot është e diel dhe është dita e fundit aty në fakt. Vendosëm të shkonim atje. Unë nuk e kisha provuar ndonjëherë Tornado Potatoes që janë këto. Edhe më tha Sonila, i provojmë, tha se janë super shumë të mira. Edhe okay, tani vajtëm aty tek stenda dhe funksionon kështu. Ti paguan, ato kushtonin diku te 11 euro dhe të jepnin 2 xhetona të vegjël plastik. Edhe ato tani ne duhet i mbanim në dorë, ato tregonin që ne kishim paguar, ja jepnim atij personi tjetër që po i piqte ato patatet dhe do merrnin patatet dhe më pas do iknim. Okej, mua sa më dha ai atë xhetonin, mi dha 2 xhetonat. Njëri nga ata më ra. Nuk më ra tek pjesa është në shesh kështu, por ra në formën e rrotës dhe u fut poshtë tavolinës së tyre ku ata po gatuani dhe kishte goxha hapësirë. Por unë nga ana e rrugës nuk mund të futesha dot që ta merrja xhetonin. Të lutem, i thash, mund të ulesh ta marrësh pak, të lutem, sepse ka rënë ande nga ana juaj. Është shumë mirësjellje. Kupton, unë jam shumë njeri paqësor. Në këtë rast nuk është se po them unë që ata e kishin fajin që më ra mua xhetoni, po ka raste kur unë kam 100% të drejtë në çdo gjë dhe unë prapë sillem mirë. Dhe ai më kthye mua me një ton shumë të keq dhe më tha mua, ç'më duhet mua, tha, shko ulu dhe merre, tha, ajo kushton, tha, 5 euro, tha. I thash unë, më fal, i thash unë, është poshtë tavolinës tuaj. Nuk mund ta marr dot çik te, është thjesht ju mund të ulni, tha, merrni nga ana juaj. Nuk më intereson mua, mund ta mbash fort në duar. Okej, i thash, e lëm, s'ka problem. Domethënë i thash shoqes, egal.
hajde, po marrim thjesht një, i thash, edhe e lëm me kaq, mos të debatojmë edhe jo këtej pandej. Edhe më ngritën shumë nervat, sepse kisha vërtet të drejtë tani. Okej, mua më ra ajo, po kur është poshtë tavolinës tuaj, çfarë të kushton të ulesh ta marrësh? Thjesht e kupton, ata e kuptuan që ne ishim të huaja, se unë në shoqen po flisim shqip natyrisht, edhe menduan hajde se i thon 5.5 euro në xhep pas një humbje. Edhe unë u acarova dhe qa bëra, ngrita telefonin, bëra një foto aty, që dukeshin të gjithë, edhe po i theja shoqes. Unë do shkoj do i them policisë, edhe nuk do merrem fare me këta, nuk merrem, thjesht do i them që më fal, do i them, po më bëhet diçka e padrejtë tani. Xhetoni është aty poshtë, unë nuk mund ta marr dot në anë këtej. Ç'a të bëjun tani, të lëviz tavolinën e tyre që ata po punojnë, edhe unë të shkoj ta marr? Jo, nuk funksionon kështu. Edhe një nga ata tani e pa që unë po bëja foto, edhe erdhi aty dhe më tha mua, çfarë ka ndodhur me mirësjellje? I thashun asnjë gjë, çdo gjë është në rregull, i thashun. Edhe unë super e qetë, domethënë në veten time, por në syrin e tyre dukesha që isha shumë e acaruar. Dhe isha në fakt pak e mërzitur, të jem e sinqert. Por jo aq e acaruar sa ta bëja të madhe aty. Edhe më thot prap ky mua, ne mund ta rregullojmë, tha. Si mund të ndihmoj jo këtej pandej? Edhe unë po i thoya në gjermanisë. Alles gut. Mach die keine Sorge. Çdo gjë është në rregull. As mos u shqetëso fare. Jo, filloi ai pastaj me të mira, ai xheton kushton 5 euro, i thash, më fal, i thash. Nuk po të kuptoj, i thash. Xhetoni është poshtë tavolinës tuaj, nuk ka rënë diku që unë nuk mund ta marr as ju. Është thjesht po të uleni, të zgjasni 2 cm dorën, e merrni, ose mos kish dal fare komplet poshtë këmbëve tyre dhe ishte direkt komplet poshtë këmbëve tyre. O zot, okej, edhe pastaj në një moment kur ata po bënin ato patatet, më dhanë një patate të gjatë kështu. Edhe pastaj ne do iknim edhe ata than, jo po prisni, tha merrni dhe këtë, nuk doja ta merrja, pastaj thash pse t'ua lë unë atë 5.5 euro tim aty? Jo, fare, absolutisht jo. Edhe kam kuptuar njerëz që gjermanët, kur e kuptojnë që ti nuk je gjermane po je e huaj, duan shumë që të bëjnë këto hilera, sidomos në për këto festat apo pazaret e mëdhaja, marketet e mëdhaja që bëhen kështu, organizohen her pas here, jo që janë gjithmonë aty, duan shumë që të t'i bëjnë këto lojrat, por kur kuptojnë pastaj që përballë kanë një person që di të flas gjermanisht, di të kërkojë të drejtën e tyre, e kanë edhe shumë frikë ligjin gjermanët, edhe pastaj aty fillojnë të normalizojnë dhe bëhen të sjellshëm edhe të gjitha këto me radhë. Kështu ishte historia që na ndodhi me xhetonin edhe me shicin gjerman, por që më la një ndjesi shumë të keqe ai personi atje, por nga ana tjetër gjithë dita më la shije shumë të mirë, sepse i betohem që kishte njerëz që më ndalonin rrugës dhe më thonin, oh, je veshur shumë bukur, wow, një kaubojse në qytet, një kështu. Nuk e di, jam kënaqur shumë, duhet të futeni në Instagram për të parë fotot që kam bërë, janë super yll, jam kënaqur shumë. Nuk kam filmuar shumë atë ditë sepse thjesht kam dashur ta shijoj edhe ka qenë dita e fundit që nuk do shkoj më. Përshëndetje të gjithëve nga një ditë tjetër, jemi në fakt disa ditë më vonë. Na erdhi dimri, njerëz kam shumë ftohtë. Kam veshur 2 bluza me mëngë të gjata, do me thënë një bluzë, një badi, një hoodie edhe xhaketën sipër. Edhe kjo nuk është veshja e Paulës për pranverë. Kjo nuk është Paula për pranverë. Edhe kapelen, nuk është se kishim një bed hair day, por thjesht kam ftohtë, edhe kam vendosur edhe kapelen, edhe sot e kam ditë pushimi, edhe thash, do dalë sot, nuk mund të rri në shtëpi, sado që shpirti im donte të rrinte në krevat sot, por unë i thash, jo, shpirti jot mund të doj edhe të bëjmë pak shopping, edhe të blejmë në një gjë të bukur, se po na vjen vera, edhe kështu që ta mbajmë motivacionin ton nga brenda zgjuar akoma. Kam 3 ditë në fakt që nuk kam filmuar për arsye sepse cikli më erdhi. Në punë kam qenë me orare shumë të zgjatura dhe shumë e lodhur kam qenë. Koha ka qenë shumë keq, ka qenë shi, ka qenë gri, edhe sot biles sikur ka çik dritë. Fryn edhe ere, ikin flokët si t'u doj qefi. Staj, unë kam bërë edhe make-up, po fytyra ime është në gjendje shumë të keqe. Tërpuqa e mbushur full.
sërish që blejmë veshje për sezonin e verës dhe për pushimet gjatë verës. Do bëjmë një haul se kam gjetë gjëra shumë të bukura me çmime jo shumë të mira, se nuk ka nisur akoma uljet, por nuk mund t'i lija sepse vërtet ishin disa gjëra që i kërkoja edhe tha, kjo është e duhura. Përpara se ta nis, dua të them që kam vuajtur 1 orë të tërë me dhimbje në qendrën tregtare që vajta për të parë për të bler. Njerëz, nuk e di pse ne goca duhet të vuajmë kaq shumë me cikli. Nuk e di pse. Nuk e di nëse ekzistojnë goca që nuk kanë dhimbje gjatë ciklit, po nëse ekzistoni jeni njerëzit e preferuar të Zotit. Jam xheloze për ju, në këtë pjesë jam shumë xheloze. Edhe isha me shoqen time, edhe isha çdo 2-3 minuta isha po vdes nga barku, kam dhimbje barku. Edhe pastaj shoqja më thoshte Paula, hajde tani, ik në shtëpi qetësou, se ka ditë tjera. Dhe pastaj tha, ja, e di çfarë, të bëj një gjëra te ky dyqani, të shkoj të hedh një sy lart e lart, se ndoshta s'ka gjë edhe iki mbaroj punë, mos të më ngelet fiksim. Vetë ai dyqani, okej, dilja, tha, ua, po dal, do futem në një gjë tek HM-ja se kështu. Ikja, po ja, të shikoj dhe një gjë për shtëpinë, po ja, të shikoj dhe një gjë për këta të shtëpisë, të shikoj dhe një gjë për të dashurin. Okej, t'ju them që kam bler vetëm gjëra për veten time, nuk kam bler fare për të tjerët. Sado që jam për të nisë në Shqipëri në datën 26 dhe dua të blej mamit babit në një gjë. Dhe t'rregoj gjërat e mia se jam kënaqur me këto gjërat që i kam bler, po ja nis me njëherë nga Tiki Max që kam gjetur 2 gjëra. Tiki Max, njerëz, për ju që nuk e dini, është dyqan që sjellin firma që nga Zara, edhe deret e Diesel, Versace, gjëra të shtrenjta, që janë koleksione më të vjetra dhe nuk janë më në dyqanet për kaca apo edhe në web, dhe i sjellin aty dhe i shesin aty me çmime super shumë të mira. Për shembull, mbaj mend një herë kemi gjetur një bluzë, nuk e mbaj mend ç'a firme ishte, nga 240 euro në 30 euro, që është, imagjinoni, thjesht është një koleksion i vjetër, mund të jetë i vitit 2016 apo 2017-18. Edhe unë në fakt që e kam marrë nuk e di çfarë firme është, po është një t-shirt i bardh, Einstein Newton. Është 100% pambuk, edhe unë vdes për bluzat që janë pambuk, është e bardh, e thjesht nga përpara, dhe pas ka këtë detajin shumë të bukur që është kryesisht për udhëtime. Shikojeni pak se sa e bukur, edhe ngjyrat fikse të pranverës dhe të verës, dhe thash do ta marr këtë sepse më duhen bluzat pambuk të bardha, por në verë janë perfekte. E dyta është një shall që mund ta mbani qoftë edhe te gusha ose edhe lidh tek flokët. Kjo kushtoi 4,99 €, ndërkohë bluza kushtoi 19,99 €. Edhe ta hapim pak këtë që ta shikoj pak. Ja, shikoni pak se sa e bukur është. Këtu thotë që mund ta mbani edhe te flokët, edhe tek çanta, edhe tek gusha, me limon. Edhe limoni tani ngjyra e verdhë boqelli namin po bëjnë. Një si saten, një copë shumë e hollë. Mund ta lidhni edhe këtu ose edhe te flokët për në verë, po shikoni pak se sa bukur që ngjajnë këto ngjyrat e kësaj bluzës me këtë. Edhe me një fund që e kam bler tek New Yorker, edhe ngjajnë shumë bukur si kombinim të gjitha bashkë. Pastaj, ja t'ju tregoj bluzën. Fundin që bleva tek New Yorker është këtu, është me këtë vijat e bardha, vjen i gjatë. Dhe tek pjesa e pasme, ajo që e bën të veçantë është kjo e çara që vjen deri më poshtë vitheve normalisht. Ishte edhe në ofertë, kjo kushtoi nga 17 euro, 10 euro, 9,99. Ajo që më pëlqen shumë fare te ky fundi është se përveç se ka edhe lidhsen këtu tek beli, po ka prerjen e tillë, punimin e tillë që vjen i ngushtë tek pjesa e vitheve, që vjen në formën kështu, edhe poshtë gjurit vjen e hapur, edhe ngjan shumë bukur. Edhe tani shikojeni pak se sa të bukura të treja këto bashk. Një kombinim super yll, super i bukur, që do t'i shikoni shumë shpejt fotot të bukura cute në Instagram, se tani ju e dini që unë çdo foto e postoj edhe aty që bëj. Tek Zara, pastaj kam gjetur 2 gjëra. I para që është ky fund pantalloni, prisni se detajet më të bukura që ka janë kopsat. Ja, është kjo këtu dhe është masa M. Shumë të bukura këto kopsat e detajit gold, edhe pjesa pas më pëlqen tepër. Ka xhepat që janë funksional,
shumë i bukur. Do ju lë edhe pjesën e kodeve në mënyrë që nëse ju intereson t'i gjeni në web në faqen e tyre. Diçka që e kam gjetur dhe mua në fakt më pëlqen shumë, mami mi shau çik më tha si për plaka. Edhe Diana nuk është se mi pëlqeu shumë, Sanja nuk më pëlqeu shumë, po njerëz, këto janë shumë dashuri. Unë i dashuroj edhe janë shumë Paola këto. Këto sandalet e bukura. Shikojeni pak se sa nice që janë. Janë kështu. Kanë detajn gold tek pjesa e mbërthesës. Dhe kanë këtë punimin shumë të bukur këtu. Edhe këtë gomën e kanë shumë të butë. Numri 37, numri im. Janë shumë të bukura. Këtu janë lëkur, edhe të rehatshme ishin goxha. Uroj shumë që t'i gjeni në web nëse ju pëlqejnë. Ishin dhe në ofertë nga, nuk e di sa, nga $60 te 26 euro. Nuk e di tani se sa është dollari me euro. Por që ja, t'i gjeni këtu kodet nëse ju interesojnë. Nuk e kam thënë ndonjëherë për profesionin që bën i dashurim, por i dashurim ka mbaruar shkollën për graphic designer dhe që 13 vjeç ka punuar në biznesin e vet familjar që ka ushtruar dhe ka mësuar pjesën e programeve të graphic designit, siç janë Photoshop, Illustrator edhe shumë programe të tjera. Punon gjatë gjithë kohës ulur në karrige dhe ka raste që qëndron aty edhe 12 orë në ditë, edhe 10 orë, 8 orë po e po. Por, pse po e them unë këtë dhe ku dua të dalun me këtë, është sepse po më ankohej një ditë, se kur ishum ulur në karrige, unë nuk e dija, po ekziston një lloj nervi, nëse e them saktë atë që ai më shpjegoi, në shtyllën kurrizore, që në shumë raste ky nerv nëse të kap nga mezi i shtyllës kurrizore dhe poshtë të dhëmbin shumë këmbët, dhe nëse të kap nga mezi i shtyllës kurrizore dhe sipër të dhëmbin shumë duart. Për ju që jeni të fushës së mjekësisë, më korrigjonin, ndonse jam edhe gabim, po është e sigurt që diçka e tillë është. Nga karrigja vin kjo, edhe nga fakti që punon gjatë gjithë kohës ulur, i fokusuar para kompjuterit. Më ankohej një ditë për pjesën e kësaj gjës, edhe po thoshte që ndoshta e ka karrigja fajin, duhet të kontrollojmë, duhet të blej një karrige të mirë, po këtu në Shqipëri nuk ka shumë mundësi të mira. Çuditërisht, domethënë, nuk e di se si ndodhi, sikur dikush na dëgjoi, më vjen një email dhe më thot, është një faqe gjermane, një biznes gjerman i cili kishte karrige dhe më ofron një mundësi bashkëpunimi për të marrë një karrige shumë të mirë, duke qenë se edhe unë punoj në kompjuter që editoj, edhe ka raste që një video, një vlog që ju shikoni 20 minuta apo 30 minuta mund të më marrë edhe 6 orë të mira editim, edhe ndoshta prandaj dhe ata kanë ardhur dhe më kanë kontaktuar. Isha wow, kjo është një gjë super shumë e mirë, sepse pse kur është mundësia që ta marrim diçka falas, pse jo? Edhe tani aty pas shikoni një karton super gjigant që është karrigja që më ka ardhur dhe në fakt po pres të dashurin tim javën tjetër që do vi për ditëlindjen time, që të mund ta montojmë bashkë dhe të krijojmë edhe një reel dhe video për bashkëpunimin që duhet ta ndërtojmë. Është karrige super e mirë, edhe e shtrenjtë, nuk është një karrige e lirë. Çmimin e plotë kishte diku te 800 e ca euro, po ndërkohë te website-i për blerësit normal ishte në ofertë diku te 350 euro, që të jem e sinqert, edhe 350 euro për mua është shumë, nuk do ta blija një karrige të tillë unë personalisht, por kur e ke punën të tillë, normalisht që duhet të investosh në këto gjëra. Megjithatë, kur është mundësia, thash të kam gjetur një super dhurati, thash.
kam kënaq me dhurata, i thash këto kohë, kështu që nuk e ko ta ankohesh për një vit të tërë që nuk të kam bler dhurata. Do ja tregoj pak karrigen kështu nga kartoni, po është super profesionale dhe do ta shikoni me shumë mundësi jo këtë javë, ndoshta javës tjetër në Instagramin tim brenda muajit maj, se kështu i kemi rregullat e bashkëpunimit. Brenda muajit maj do ta shikoni tani se si duket pak kështu në pamjen ana vizuale. Është kjo karrigja këtu dhe është nga kjo firma Muzo, nëse shqiptoj siç duhet, është modeli H80, mos gaboj, nuk e këmbaj mend shumë mirë dhe karrigja do duket kështu. Është me rrota dhe ka dhe pjesën e qafës që e ka shumë të mirë dhe pjesën tek mezi, edhe mbështetëset e krave dhe biles, këtu tek pjesa poshtë kësaj ku ulemi ka edhe një diçka që hapet edhe mund të shtrish edhe këmbët kur të dhëmbin muskujt apo gjërat e tilla. Super interesante, edhe ky mund të jetë nga ndër bashkëpunimet më të volitshme dhe më të mira që kam bërë ndonjëherë. Vjen kaq mirë i paketuar dhe nuk mund t'ju tregoj asnjë gjë për momentin, por t'ju tregoj pak këtë pjesën e guidës, që është super interesante, të tregon mënyrat si do ta ndërtojmë, edhe shumë karrige e mirë. Kështu do duket karrigja eksaktësisht, tepër profesionale, që dhe i dashurim kur e pa tha super, do me thënë u kënaq, sa ishte tip që nuk kënaqet shumë thjesht, kështu që kjo ishte një gjë shumë e mirë që ndodhi. Edhe kështu erdhi fundi edhe këtij vlogu, ne do shihemi javës tjetër që është edhe java e ditëlindjes, vlogu i ditëlindjes. Ju uroj shumë shëndet, dashuri dhe paqe në jetën tuaj. Mos harroni të lini një koment, subscribe, sepse njerëz, dua të arrijm patjetër 5K, në mënyrë që të nisim nga videot e bukura, se nuk po duroj dot më me këtë përditshmërinë time që ju e shikoni nga vlogjet. Në këto vlogje, ju lutem, të arrim sa më shpejt 5K. Videot janë të shikueshme më shumë se 5.000 djegës, kështu që pse mos ta klikoni atë subscribe poshtë, kështu që po, faleminderit shumë që më ndoqët, shihemi javës tjetër. Bye!